Mirë, pas fjalës ministrit jashtë Migli Hasani, do të ndryshojmë temën e zhvillimeve tona, do të shkojmë në Tel Aviv, do të kemi në këto momente në një lidhje të drejt për drejt ambasadorin e Shqipërisë në Izrael, Meri Kumbe. Zonja ambasadore, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Zonja ambasadore, jeni në zyrë apo është e vështirë dhe jeni duke koordinuar punën nga banesa? No, jemi në për banesa, ky ka qenë udhëzimi sigurisë i shtetit të Izraelit, jo vetëm për ne, por për të gjithë trupin diplomatik dhe të gjitha zyrat përgjithsisht dhe shkollat nuk funksionojnë. Pra në vend të gjitha ata që po punojnë janë kryesisht nga shtëpiat, ndërsa ato struktura që ofrojnë shërbime bazike siç janë supermarketet dhe farmacit, janë praktikisht dhe furrat e bukës, janë praktikisht strukturat e vetme të hapura përgjatë gjithë këtyre ditëve. Kështu që ne jemi duke punuar nga shtëpit sipas udhëzimeve të sigurisë të institucioneve izraelite dhe përpiqemi të jemi në dispozicion të gjithë qytetarëve që na kontaktojnë përmes telefonave celular dhe WhatsAppit, sikurse i kemi dhe publikuar edhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe faqet e ambasadës dhe përmes emailit. Ndërkohë, në këto momente ka sulme apo vetëm gjatë natës ka pasur sulme? Aktualisht dita paraqitet disi e qetë deri tani të paktën, deri më sot, pra ditët e kaluara sulmet kanë qenë për gjatë natës dhe ditës. Mbrëmjen e djeshme kemi pasur 3 sulme nga ora, po themi 11 e natës deri rreth orës 5 të mëngjesit. Është sulmuar 3 herë dhe kanë qenë kryesisht me raketa balistike dhe shpërthimet kanë qenë goxha të forta. Ndërkohë, sa janë shtetasit shqiptar të cilët qëndrojnë në Izrael dhe ju keni kontakte si ambasadë pothuajse çdo ditë me ta? Kemi jo çdo ditë, po shumë herë gjatë ditës, praktikisht sa herë ka sulme, sidomos me ato shtetas që nuk janë me qëndrim të përhershëm në Izrael. Pra, flasim për 5 qytetarë të cilët janë ndodhur në vende rastësisht për obligime profesionale dhe për arsye turistike, të cilët janë të akomoduar kryesisht në hotele, ose ata që janë për punë në struktura ku i kanë akomoduar institucionet me të cilat po punojnë, pra janë të ftuar ose në varësi të rastit, dhe me ta jemi në kontakt shumë herë gjatë ditës, praktikisht para sulmit kur vinë sinjalet e sigurisë, ata i marrim tani më dhe nga platforma online e cila është në dispozicion të gjithë qytetarëve që ndodhen brenda territorit të Izraelit, përgjithsesi edhe unë ja dërgoj për të qenë e sigurt që u njoftuan dhe për të ruajtur veten. Ndërsa qytetarët shqiptar të cilët i përkasin komunitetit shqiptaro-hebraik ose emigrantët shqiptar, një grup fare i vogël emigrantët shqiptar që jetojnë në Izrael prej vitesh, të paktën 3-4 vite, mbas edhe më shumë disa prej tyre, ata janë të qetë, janë mirë deri tani. Janë padyshim disi më të mësuar me këto lloj situatash dhe kjo bën që dhe menaxhimi i përditshmërisë në këto kushte është më i kollajshëm për ta. Jemi në kontakt dhe me ta dhe për momentin ata nuk kanë shfaqur asnjë pretendim për t'u larguar nga vendi. Ju thatë që mbrëm ka pasur 3 sulme dhe menjëherë jepet le të themi alarmi dhe si ju, po edhe qytetarët e tjerë shkojnë në atë që quhet dhoma e sigurisë? Po, ka disa lloje dhomash, janë kryesisht në përbanesa tek pallatet që janë, po themi, ndërtime të 10-15 viteve të fundit, dhe ka ndërtimet më të vjetra e kanë dhomën e sigurisë poshtë pallatit, pra zbreti tër pallati në një strukturë të vetme. Gjithashtu janë edhe strukturat e sigurisë së bashkisë që janë të vendosura në hapësira të ndryshme publike. Nëse dikush ndodhet në rrugë, për shembull, duke përshkruar një aksatuar, ka gjasa që në afërsi të vet të ketë një ose më shumë struktura sigurie publike të cilat janë të hapura dhe njerëzit mund të vrapojnë dhe të futen. Nga ajo që unë po ndjek, po edhe ju jeni aty, sulmet më shumë kryen le të themi gjatë natës, pra alarmi jepet disa herë sidomos gjatë natës apo? Po, kryesisht kanë qenë më të shpeshta gjatë natës, çfarë e bën dhe më të vështirë emocionalisht për t'u përballuar, sidomos nga ata qytetarë të cilët ndodhen në vende rastësisht. Zonja ambasadore, mbrëm kur ka pasur 3 sulme, në të treja alarmet që janë dhënë, për shembull, gjithë qytetarët kanë shkuar 3 herë, le të themi, në dhomën e sigurisë apo kanë qëndruar gjatë? Sa herë dëgjohet sirena, është në varësi të qytetarëve, nëse dikush e ka në shtëpi dhomën e sigurisë dhe është mjaftueshëm e madhe sa për të nxënë një krevat ose më shumë krevat,
ka prej tyre që mund të kenë fjetur, por si rregull çohesh nga ku je dhe futesh në dhomë. Dalim nga dhoma në momentin kur na vjen njoftimi që mund të dilni. Nëse nuk vjen njoftimi që mund të dilni, pavarësisht që sirena akustike mund të ketë përfunduar, jemi udhëzuar që mos të dalim. Pra duhet marrim një sinjal që futuni dhe një sinjal tjetër që dilni. Deri tani, nga sulmet e Iranit, janë prekur le të themi selit ambasadave të huaja? Janë prekur banesa, janë evakuar rreth 15 diplomat. Neve jetojmë, është një zonë që ka shumë diplomat, kryesisht ka pallate relativisht të larta, ose ato që ne i quajmë rëndom kulla. Ja pamjet që tregoni këtu në këto momente janë zona ku janë shumë afër ambasadave, janë shumë ambasada aty dhe si rrjedhoi shumë diplomat, përfshirë edhe ne jemi të akomoduar. Kështu që fatkeqësisht një prej godinave është dëmtuar, por diplomatët gëzojnë shëndet të plot, kanë pasur gjëra të vogla, por jashtë rrezikut. Pra, të gjitha ashtu si ambasada jonë edhe ambasadat e tjera janë le të themi të mbyllura apo jo? Po. Absolutisht, të gjitha zyrat janë të mbyllura, ne jemi në kontakt edhe me njëri tjetrin, kolegët dhe diplomatët për të përpjekur për të ndihmuar qytetarët dhe për të koordinuar ato procese që mund të jenë të përbashkëta. Në disa raste kemi procese të përbashkëta, kështu që jemi në kontakte të vazhdueshme, por jemi të gjithë duke punuar remote praktikisht. Zonja ambasadore, ju keni më shumë se, mos gaboj, më shumë se 2 vjet emocionalisht tani jeni mësuar apo ende kalojmë tek kjo pjesë përpos le të themi petkut si diplomate, si ambasadore Shqipërisë, edhe kjo është e rëndësishme. Në fakt kam pak më pak se 2 vjet, dhe pata fatin që të ndodhte sulmi i parë i datës 7 tetor 2023 vetëm 5 javë mbasi unë kisha marrë detyrën, por tani më fatkeqësisht jam mësuar. Dhe njeriu mendoj mësohet me të gjitha. Neve kemi luksin dhe fatin e madh na ka bekuar Zoti të lindim në Shqipëri dhe të kemi një vend të bukur dhe të paqët mbi të gjitha dhe kjo është një vlerë e jashtëzakonshme që mbase kur jemi aty nuk e kuptojmë sa ç'duhet, por kur vim në realitete si këto tani që po jetojnë qytetarët izraelit, është pikërisht ai momenti i fortë i reflektimit dhe themi sa me fat që jemi. Mirë, zonja ambasadore, zonja ambasadore, unë ju falenderoj. Falenderit dhe do t'jemi dhe herë tjera dhe punë të mbarë. Falenderit. Ishim me ambasadoren shqiptare në Izrael, me zonjën Meri Kumbe, e cila na informoi mbi zhvillimet e fundit që vinë nga Izraeli, mbi punën padyshim të ambasadës tonë, e cila avion të punoi nga banesa dhe her pas here në zyrë dhe në kontaktet me shqiptarët që janë atje, janë 5 deri tani, 5 shqiptarë cilët janë në kontakte me ambasadën tonë në Izrael. Mirë.